produkte keni në supermarket? Ne kemi 3200 produkte brenda. 3200 produkte. Ushqime, aksesor, trica, tualete, scratchersa, transportus. 3200 produkte. Nga i sillni? Nga vende të ndryshme të Evropës. Për çfarë lloj kafshësh? Për mace, qen, kemi dhe për kafshët e vogla që janë hamster, lepuj. Po ajo është një kategori shumë e vogël. Është kategori shumë e vogël në Shqipëri, është e pazhvilluar. Po më shumë është kryesore janë macet dhe qenë që dojnë. Po, çmimet si janë? Çmimet që ne kemi janë të njëjta çmime që mund të gjesh dhe në çdo shtet të Evropës. Pra janë të standard, nuk janë më aq të shtrenjta sa. Jo, nuk janë. Ne kemi diku te 8 brende që kemi ekskluzive tonat vetëm për ushqime. Dhe kjo na ka bërë që ne të kemi të njëjta çmime që mund të gjesh dhe në Greqi. 8 supermarkete, po a ka një treg kaq të madh për kafshët në Shqipëri? Po, ka një komunitet njerëzish. Ka komunitet dhe ne nuk duam thjesht të krijojmë një zinxhir supermarketesh. Po njëri edhe ti shohim po. Duam të krijojmë një komunitet për kafshët. Ç'do të thënë komunitet për kafshët? Komunitet punonjësit tanë janë të gjithë ose që kanë mbaruar veterinarin, ose që janë studentë veterinarisë. Pra janë ekspert.